Një person 45 vjeçar është thirrur me thik në Tropoj pas plagëve të marra është sjellur në spitalin e përgjithshëm Isa Greza. Sipas specialistit të emergjencës Dr. Ilir Hasanaj, viktima ka marrë disa plagë në trup, saktësisht në gjoks e bark nga mjeti i prek thik. Ka një pacient prej Shqipërisë, cili ka plagë tërë me thik, disa plagë. Janë bërë gjitha ekzaminimet e nevojshme radiologjike dhe laboratori. Dhe ka rezultuar që pacienti ka nevojë për ndërhyrje operatore, është hinë sallë dhe tash për momentin një sallë të operuar pacientin. Doktor Hasanaj tha se aktualisht i lënduari është duke u trajtuar në kirurgji për shkak të plagëve që ka marrë. Lëndimet janë me thik, janë pjesën e gjoksit edhe barkut. Tash kirurgjia abdominale e kam marrë për me operu, për shkak që prek pjesë të organet e brendshme të abdominit. Lajmin e ka konfirmuar edhe policia e Kosovës, të cilët kanë deklaruar se personi i lënduar është sjellur nga policia e shtetit shqiptar në Gjakov, ndërsa shërbimet e policisë shqiptare kanë ushtruar kontroll për kapjen e autorit, i cili nga pamundësia për t'u larguar është vetë dorëzuar, ndërsa grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të rastit.